Përshëndetje të nderuar shikues, po filloj me përmbledhjen e ngjarjeve që shënuan javën që lan pas në Gjakov. Datat 7, 8 dhe 9 maj për komunitetin në Gjakov janë data të rëndësishme, të cilat kanë vulosur një kontribut të pakontestueshëm të luftëtarëve të brigadës 137 Gjakova. 27 vjet më parë, ata kishin vendosur t'ia kthenin pushkën armikut edhe në zonën urbane, duke u bërë rasti i parë në nivel vendi, ku luftohet drejt për drejt me armikun brenda qytetit. 27 vjet më parë, djemtë e Gjakovës, krahas angazhimit të tyre në zonat e luftës, vendosën t'i kthejnë pushkën armikut edhe në zonën urbane. Një betejë të ashpër e cila u zhvillua në datat 7, 8 dhe 9 maj të vitit 1999. Luftëtarët gjakovar bën histori në epopenë e Qabratit, duke përmbyllur suksesshëm misionin e tyre në mbrojtje të mira civilëve në qytetin e Gjakovës. Epopeja e Qabratit është një ngjarje shënuar në historinë e luftës së Kosovës për faktin që është betejë vetme e zhvilluar brenda qytetit. Në 7 majin e vitit 1999 filluan të shtënat e policisë dhe paramilitarëve serbë në pjesën e Qabratit. Të shtënat dhe luftimet e kopaskoshmës gjatën deri me 9 maj, nga kuran dëshmora Met Gjikolli, Tom Gjoka, Kushtrim Hoxha, Visar Juniku, Sefedin Zërdza, Agim Haxhi Avdyli, Buja Roka, Taulant Nura dhe Dashmir Krasniqi. Në poadit u vranë edhe shumë civil të pafajshëm, madje u rrëmbyen edhe 43 qytetar të lagjës së Qabratit. 7, 8 dhe 9 maj i vitit 1999, edhe pas 27 vitësh vazhdojnë të vlerësohen si ditët e lavdis të gjithë të rënëve, ndërsa për komunitetin këto janë data krenarie në gjithë historinë e vendit. Dëshmori Dashmir Krasniqi është risjell në një vepër artistike përmes punës krijuese të artistit Alkend Pozhegu. Kjo vepër krijuese e dëshmorit Krasniqi u realizua gjatë të shtunës, pikërisht në datat kur po shënohet edhe epopeja e Qabratit. Dashmir Krasniqi është përjetësuar në një vepër artistike të realizuar nga artisti i njohur i mozaikëve Alkend Pozhegu. Pikërisht në përvjetorin e rënjës së tij heroike, 27 vjet më parë gjatë betejës së Qabratit. Ky portret vjen si një tjetër realizim i veçantë i artistit Pozhegu, i cili vazhdimisht sjell në artin e tij figura kombëtare, dëshmor dhe personalitete të njohura shqiptare, duke i kthyer ato në vepra unike mozaiku. Për më shumë rreth këtij realizimi artistik ka folur vetë autori i veprës. Sot është 27 vjetori i dëshmorëve të djemtë e Gjakovës që kanë dhënë jetën për liri, që ne sot e gëzojmë. Jam munduar në mërmet të portreti të falenderoj të gjithë ata dëshmorë që kanë dhënë jetën, dhe në këtë ambient të mrekullueshëm të djemtë të lirisë në qytetin e Gjakovës, jam munduar nëpërmjet këtij portreti dëshmorit të kombit që ka dhënë sot e 27 vjet Dashmir Krasniqi, Dashi, jam munduar nëpërmjet këtij portreti të falenderoj përjetësisht. E veçanta kësaj për mua që është copa nga kokrat ta formojnë një mozaik që brez mas brezi t'i kujtojnë djemt e dhënë jetën për liri, që edhe brezat të ri t'i kujtojnë dhe të mos e harrojmë asnjëherë. Mes tjerash, Pozhegu tregoi edhe për llojet të drithërave me të cilat është duke e punuar këtë portret. Po për masat janë parafësisht 2 metra me 1,80, me një sasi rreth 100 kg drithra që do të përdoren. Kryesisht janë kokrat misër, oriz, falële dielli, grën dhe disa kokra tjera që mundu t'i përshtaten atë pamjes që më kërkon. Sa orë merr ky punim parapërsisht? Po ky punim më merr rreth 4 deri 5 orë. E veçanta kësaj dua ta falenderoj iniciativën e mikut të Dashit, të dëshmorit Valent Hoxha, që ka qenë ideja e tij, që sa vite jemi duke punuar ta realizojmë këtë punim, dhe unë me të vërtetë jam falendërues ndaj Florentit. Dashmir Krasniqi ra heroikisht gjatë luftimeve të betejës së Qabratit në vitin 1999, një nga ngjarjet më të rëndësishme të luftës në Kosovë. Ai kujtohet si një luftëtar i përkushtuar për lirinë e vendit, ndërsa emri i tij vazhdon të nderohet nga qytetarët dhe bashkëluftëtarët. Përmes kësaj vepre artistike, figura e tij rikthehet në kujtesë kolektive si simboli i sakrificës dhe atë dashurisë.
Nga një goditje me thik gjatë kësaj jave, një person humbi jetën në Gjakov. Viktima fillimisht u drejtua në qendrën kryesore të mjekësisë familjare e pastaj në emergjencën e spitalit, ku dhe u konfirmua vdekja e 30 vjeçarit. Ndërkohë personi që dyshohet se kreu aktin u vedorzua në polici disa orë pas ngjarjes. Një person ka humbur jetën si pasojë e plagëve të marra nga një mjet impret në Gjakov, ndërsa i dyshuari është vedorzuar në polici. Sipas policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit të 5 majit 2026. Fillimisht, viktima është dërguar për trajtim në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, e më pas është transferuar në spitalin e përgjithshëm në Gjakov, ku edhe ka ndëruar jetë si pasojë e plagëve. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës, Shëremet Elezaj, bëri të ditur se rreth orës 2:20 pas një mosmarrëveshje në rrugën Mbretëresha Teut, viktima dyshohet se është sulmuar me mjet të mpret nga një person tjetër i moshës madhore, i cili më pas është larguar nga vendi i ngjarjes. Njësitë policore kanë reaguar menjëherë duke dalë në vendin e ngjarjes, ndërsa në konsultim me prokurorin e shtetit është iniciuar rasti si vrasje. Si rezultati veprimeve hetimore, janë identifikuar 2 persona të dyshuar, njëri prej tyre me inicialet ÇS rreth orës 9:45 është vedorzuar në polici dhe me vendim të prokurorit është ndaluar për 48 orë, ndërsa nga emergjenca e spitalit të përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov, për të kuptuar më shumë rreth rastit, na tregon shefi i emergjencës Dr. Ilir Hasanaj. Rreth orës 2:30 mëngjesit ose sjell një pacient pa shenja jete, janë marrë gjitha masat e animatuar, por pa sukses pacienti ka ndërruar jetë. Kujtojmë se policia në koordinim me prokurorin e shtetit po vazhdon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij rasti. Projekti i rehabilitimit të rrugës tranzite në Gjakov duket se po ju sjell telashe disa bizneseve në këtë zonë. Përmes një peticioni, pronarët e bizneseve kanë shprehur pakënaqësitë e tyre në mënyrën se si janë duke u ndërtuar trotuaret, të cilat vetë se kanë nisur. Projekti i rehabilitimit të rrugës tranzite në Gjakov është duke ju afruar përfundimit, fazë kjo e cila ka hasur në pakënaqësinë e bizneseve. Shqetësimi ka shkuar deri tek nënshkrimi i një peticioni nga bizneset drejtuar komunës së Gjakovës si pasojë e lartësisë së trotuarit që sipas pronarëve të bizneseve do t'ju vështirësohet çasja e klientëve dhe furnizimit me mall në veprimtarinë e tyre. Për të vësyrin nga komuna e Gjakovës, thanë që ky shqetësim është i pa bazë për shkak që lartësia finale e trotuarit do të jetë 15 cm dhe nuk do të jetë pengesë për çasjen e klientëve dhe furnitorëve tek bizneset. Punimet në rrugën tranzite kanë filluar në mars të vitit të kaluar dhe përfshin rregullimin e tërësishëm të rrjetit nëntoksor të ujrave të zeza dhe atmosferik, rrjetit elektrik dhe të ngrohtorës, ndërrimit të gypave të ujësjellësit, pastaj ndërtimit të trotuarëve të rinj, shtigjeve për biçikleta dhe asfaltimin e rrugës. Patrullimet me veturë inteligjente të zyrtarëve policor në Gjakov janë të shpeshta. Ekipi Y në një nga ditët e punës ka qëndruar bashkë me ekipin policor për të parë nga afër se si kjo veturë detekton automjetet në tejkalim në vijë të plot, pastaj përdorimin e telefonit dhe kundërvajtjeve tjera në komunikacion, e më pas të dhënat i dërgon në kohë reale në bazën e të dhënave të policisë së Kosovës dhe pastaj shqiptohet xhoba sipas kundërvajtjes së shkaktuar. Në kuadër të avancimit të monitorimit të komunikacionit rrugor, Policia Rajonale e Gjakovës prej disa kohësh ka vënë në funksion veturën inteligjente, e cila përmes teknologjisë të avancuar arrin të identifikojë në kohë reale kundërvajtje të ndryshme në trafik. Ekipi i televizionit Syri ka qëndruar në terren bashkë me zyrtarët policor për të parë nga afër funksionimin e këtij sistemi modern, i cili tashmë po përdoret gjatë patrullimeve të rregullta në rrugët e rajonit. Vetura inteligjente është pajisur me kamera dhe sistem të integruar që mundëson identifikimin e automjeteve që bëjnë tejkalim të shpejtësisë, parkime të parregullta, qarkullim me regjistrim të skaduar, por edhe automjeteve të raportuara si të vjedhura.
Sot kemi fillu me detyrë zyrtare, jemi duke bo monitorimin e komunikacionit me veturë inteligjente, siç e shihni, vetura inteligjente identifikon çdo kundërvajtje në lëvizje, identifikon kundërvajtjet për regjistrim, tejkalim shpejtësie, parking gabun në mënyrë të parregullt, identifikon edhe veturat e vjedhura nëse mund të haset ndonjëherë në rrugë. Është shumë efikase në monitorimin e komunikacionit, për shkak se bën identifikimin në kohë reale dhe të njëjtat ju dërgohet kundërvajtja me post pronarit të veturës. Përveç identifikimit automatik, kundërvajtjet mund të printohen menjëherë nga njësia policore në terren dhe më pas t'i dërgohen pronarit të automjetit në adresën e tij. Kjo është shumë efikase në identifikimin e kundërvajtjeve. Gjithashtu bën edhe identifikimin me foto, ku e njëjta identifikohet menjëherë, edhe kundërvajtja printohet menjëherë nga ne në veturë, edhe i dërgohet në adresë të pronarit të veturës si dëshmi e kryerjes së kundërvajtjes. Çat patrullimit që ndoqi ekipi ynë, sistemi inteligjent evidentoi edhe një automjet që po lëvizte me tejkalim të shpejtësisë. Brenda pak sekondash, kamerat identifikuan targat e automjetit, lokacionin dhe shkeljen e kryer, duke mundësuar procedimin e menjëhershëm të kundërvajtjes. Këtu menjëherë është identifikuar një veturë duke bërë tejkalim shpejtësie, identifikohen targat në mënyrë të qartë, identifikohet vetura edhe me video, kur si dëshmi që e bën tejkalimin e shpejtësisë, edhe me lokacion, dhe menjëherë të njëjtës i printohet kundërvajtja dhe dërgohet në adresë të pronarit edhe kjo kundërvajtja. Përmes lidhjes direkte me databazën policore, vetura inteligjente arrin ta zbulojë edhe automjetet me regjistrim të skaduar, duke shfaqur automatikisht dhënat e pronarit dhe afatin e regjistrimit të mjetit. Këtu vetura inteligjente na identifikon veturën që është me regjistrim skadum, identifikon menjëherë pronarin e mjetit, datën nga koha kur i ka skaduar regjistrimin dhe gjitha dhënat e veturës, e cila është e lidhur me databazën e policisë dhe dhënat na jep në kohë reale. Me profesionalizëm dhe përkushtim në terren, zyrtarët policor po vazhdojnë angazhimin e tyre për rritjen e sigurisë në komunikacion dhe zbatimin e rendit në rrugë. Përdorimi i teknologjisë moderne si vetura inteligjente po konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt një monitorimi me efikas dhe një sigurie më të madhe për të gjithë pjesëmarrësit në trafik. Mungesa e ringjërosjes së vijave të bardha në shumë zona të qytetit, kohëve të fundit ka filluar të kthehet në shqetësim për komunitetin, e sidomos për këmbësorët. Këta të fundit deklarojnë se kjo situatë po ua vështirëson shumë qarkullimin, pasi shumë shpesh në mungesë të pamjes së zbet të zebrave, po rrezikohet këmbësori. Tabela është e vendosur në rrugë, por vijat e bardha nuk janë aty. Mosngjërosja e zebrave në rrugën Bujaroka po paraqet rrezik për qytetarët. E njëri nga ata nuk e ka në mend veten, por tjetër kë. Rrezik shumë të madh, shumë rrezik për fëmijët, sidomos për shunit, e koha ku të jenë duhet me pas kujdes, me konmat kujdesun rrezicet. E ky qytetar u mendua më gjatë se zakonisht që ta kalon të rrugën në udhëkryqin afër shkollës fillore Fehmi Agani. Ani pse është rruga dedikuar për këmbësor, ati ju desh të siguroj mirë që këtu është vendi për të. Kjo pasiguri vjen si pasojë e fshirjes së pjeshme të zebrave dhe mungesës së ringjërosjes së tyre. Gjendja më e mirë nuk është as në disa nga zonat kryesore të qytetit ku mungojnë zebrat, gjë që paraqet problematik për shoferët dhe rrezik për këmbësorët. Në zyrën e avokatit të popullit në Gjakov, për dallim nga viti i kaluar, këtë vit është rritur numri i ankesave të qytetarëve. Mark Kaçinari, avokat, i ka pohuar syrit se ankesat janë të llojeve të ndryshme dhe secila prej tyre po trajtohet me prioritet, konform kompetencës që ka kjo zyrë. Ligji jo gjithmonë zbatohet nga qytetarët, të cilët kur ndryshkohen apo kur ju shkelen të drejtat nga palët e tjera, adresë për mbrojtje e kanë avokatin. Sipas përfaqësuesit nga zyra avokatit të popullit në Gjakov,
Mark Kacinari, numri i ankesave është më i madh në raport me vitin e kaluar. Gjithsej ankesat e pranuara e kemi 43. Është pak një numër më i lartë i ankesave në raport me vitet paraprake, por ky numër është shumë pak me qenë se ka qenë domethënë në një rast që kanë qenë disa persona të arrestuar dhe ne kemi intervistuar dhe tani domethënë ky pak e ka rrit numrin në raport me vitet paraprake që nëse heqim këtë pjesë shohim që ankesa numri është prafërsisht i njëjtë. Këto raste ju përkasin natyrave të ndryshme. Kemi pranuar ankesat natyra të ndryshme, domethënë ka palë që kanë pretenduar që është cënuar drejta fëmijës, pastaj kemi marrë ankesa për drejta të akuzuarit, ku palët kanë kërku monitorim instanca gjyqësore, kemi pas ankesa që palët kanë pretenduar që e kanë marrë një aktgjykim të pafavorshëm dhe kanë kërku për nesh që të ndrohet aktgjykimi, që s'është në natyrën tonë punës. Pastaj kemi marrë ankesa ndaj personave privat, kemi marrë ankesa për zvarritje të procedurave gjyqësore, gjykata e apelit. Pastaj kemi pranuar ankesa për diskriminim në vendin e punës, për cënim drejta nga marrëdhënia e punës, për cënim të drejtave gjatë procedurave të rekrutimit me autoritetet që janë jashtë Gjakovës. Kacinari tutje tregoi edhe për fushatat informuese që gjatë muajit prill janë vizituar 6 shkolla, 2 në Malishev, 2 në Ravec dhe po aq në Gjakov. Gjatë e këtyre fushatave ne I takojmë nxënësit drejt për drejt, njoftojmë ata me drejtat e fëmijëve dhe me mundësitë që ata kanë të drejtohet institucionit tonë në momentin që ata pretendojnë që është kel një drejt e fëmijëve. Këto ankesa janë pranuar gjatë këtij viti, prej muajit janar deri në muajin prill. Çmimet e shërbimeve të taksive në Gjakov nuk kanë shënuar rritje, edhe pse ka pasur vazhdimisht rritje të çmimeve të derivateve. Pronari njërës nga kompanitë e taksive që ushtron këtë veprimtari prej vitesh, thotë se bizneset po operojnë me shumë vështirësi. Luhatja e çmimit të naftës ka prekur direkt bizneset që mjet kryesor të punës I kanë veturat. Kompanitë e transportit, taksit, janë viktima arritjes së çmimit të derivateve, që për pasojat ka folur njëri nga pronarët që mirët tash 44 vite me këtë biznes. Ka ndiku shumë nafta, ngritja e çmimeve, shumë, me humbje do punë. Me humbje, është fort çmimi I madh. E për bilancin e kësaj humbjeje, tregoi tutje Haxhibeqiri. 100% më humbje, 100%. Humbje, ne s'kem çfarë pa punu për klienta, për pasager. Pitë 82 punojnë transport. Unë s'di me po përrek. Unë që të zanate kam, me që si e mësu. S'kom çfarë, dhe ma shtrajt më konë tuna me punu. Rritja e çmimit të naftës vjen si pasojë rritjes së kërkesës globale dhe uljes së prodhimit nga vendet eksportuese. Konfliktet ndërkombëtare dhe paqëndrueshmëria politike po ashtu ndikojnë drejt për drejt në tregun e energjisë dhe transportit, duke rezultuar në rritjen e kostove të transportit dhe taksave. Po bëhen 2 vjet që kur ka nisur punimet për ndërtimin e shtëpisë të moshuarve në Shkukës, projekti I cili ka vlerën rreth 500.000 euro, pritet të finalizohet së shpejti. Drejtori I shëndetësisë Lulzim Goçi, duke folur për dinamikën e fundit të punëve në këtë projekt, bëri të ditur se ndërtimi I kësaj qendre ishte kërkesë e kahmotshme nga vetë pensionistët, prandaj edhe qëndrime ditore do të mundosohen në këtë mjedis, janë shumë të mirëseardhura për moshën e tretë. Shtëpia për të moshuarit në Gjakov është drejt finalizimit dhe pranimit teknik I objektit pritet të bëhet së shpejti. E ndërtuar në parkun e Shkukës, në këtë shtëpi është planifikuar të ketë qëndrim ditor për moshën e tretë. Për fazën e të cilën ndodhet aktualisht ky objekt, ka folur drejtori I shëndetësisë dhe mirëqenies sociale në Gjakov, Lulzim Goçi. Ashtu që dhe në tashme në një lokacion shumë të përshtatshëm do të thotë në Shkukës, është në fazën përfundimtare ndërtimi I shtëpisë për të moshuarit, është vendosur në një lokacion shumë të përshtatshëm për të moshuarit. Ideja e ndërtimit të kësaj shtëpie është që do të mundsojë akomodimin ditor të moshuarve të komunës së Gjakovës. Drejtori Goçi gjithashtu foli edhe për mundësitë që do të ofrojë kjo qendër. Në këtë shtëpi do të kenë mundësi që ata që frekuentojnë këtë qendër të kenë aktivitete ashtu edhe rekreative, do të jetë një kinema, do të ketë loja, shaho, dhe gjithçka tjetër që do të jetë në dobi në mënyrë që ata ta kalojnë një ditë sa më të mirë në këtë qendër.
Fillimet e punimeve për ndërtimin e shtëpisë të moshuarve në Shkukës janë përuar me 29 maj të vitit 2024, projekti i cili është financuar nga Komuna e Gjakovës me një kost rreth 480.000 euro. Bashkësia Islame në Gjakov po kërkon mbështetje financiare nga bamirësit për blerjen e një parcele, e cila do të mundësonte zgjerimin e parcelës ekzistuese për ndërtimin e xhamisë në bllokun e ri. Nga ky institucion bëjnë të ditur se nevojiten 80.000 euro për të finalizuar blerjen e parcelës. Për ndërtimin e xhamisë së planifikuar në bllokun e ri, Bashkësisë Islame në Gjakov i duhet të blej edhe një parcelë. Gjysma e mjeteve financiare për parcelen është siguruar, e për mënyrën se si planifikohet sigurimi i pjesës së mbetur dhe për parcelen, foli krye imami Visar Koshi. Që të zgjerohet do të thotë parcela me një parcel tjetër afër aty, e që është rreth 3 orë e gjys apo rreth 4 orë parafërsisht, dhe që vlera është 160.000 euro. Mirë po gjysma asaj vlera është siguru nga ana jonë dhe nga bamirësit kuptohet, por gjysma tjetër kërkohet do të thotë nga bamirësit tjerë të cilët shprehin vullnetin e tyre që ne kemi ndarë në 400 hise dhe çdo hise është nga 200 euro, ai që ka mundësi të participojë ose të ndihmojë këtë rast, më shumë më pak nuk ka lidhje kjo punë. Koshi tutje tregoi edhe për qëllimin e ndërtimit të xhamisë. Vendi si vend, sidomos bloku i ri, mungon jashtëzakonisht shumë një vend falje, një vend tubim që njerëzit t'i dedikojnë Zotit. Pra ky është qëllimi, do thotë nuk është ndonjë qëllim tjetër përveç se bamirësisë, humanizmit dhe njerëzve që t'i kthehen do thotë besimit tyre të Zotit do të thotë, dhe për të pasur një vend falje dhe një vend lutje ashtu siç ata meritojnë. Donacionet mund të jepen përmes zyrave të Këshillit të Bashkisë Islame në Gjakov, te imamët e xhamive dhe përmes gjirologarisë bankare, ku secili donacion dhe donator do të regjistrohet dhe dokumentohet përmes Këshillit të Bashkisë Islame në Gjakov. Ndoqët për mbledhjen me disa prej ngjarjeve që shënuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbëjtje.